Përshëndetje, mirë se vini në episodin e 3 të iClear Smart Talk. Sot kemi kënaqësinë të kemi të ftuar një emër të njohur në dentistrinë shqiptare, doktoresh Denisa Kostandini. Në fakt, doktoreshën kam patur fatin ta njoh personalisht dhe t'i ndjek me shumë vlerësim zbatimin e protokolleve dhe dokumentimin e rasteve të saj klinike. Doktoresh Denisa punon prej vitesh në klinikën TDA me një fokus të specializuar në fushën e protetikës dhe estetikës. Gjithashtu, doktores Denisa, përveç se një kliniciste shumë e zonja, vazhdimisht ka marrë pjesë me referimet e saj shkencore në konferenca dhe në revista shkencore. Doktores Denisa, faleminderit që e mirëprit ftesën për të qenë pjesë e iClear Smart Talk dhe për t'ju bashkuar zërave inspirues që kemi patur në këtë podcast. Jona, unë të falenderoj shumë. Falenderoj një herë dhe ty dhe doktore Disonin për faktin që pranuat që unë të isha pjesë e këtij angazhimi dhe trajnimi 2 ditor që ne realizuam. Jam shumë e lumtur që jam sot këtu. Unë nuk kam qenë ndonjëherë në një podcast, ama do jetë një eksperiencë shumë e veçantë për mua. Dhe me shumë sinqeritet do të tregoj gjithçka apo do prekim disi le të themi si nga jeta personale dhe ajo profesionale. Shumë faleminderit. Faleminderit ju. Atëherë, për gjithë ata që nuk të njohin, do doja ta nisja pak me rrugtimin tonë personal. Kush është doktores Denisa jashtë klinikës, për të thelluar më pas në rrugtimin tonë profesional, si nisi karriera jote në stomatologji dhe më pas si nisi rrugtimi yt në fushën e protetikës dhe estetikës, cili ka qenë ai moment që shënoi kulmin apo kthesën në karrierën tënde? Atëherë, shumë e bukur Jona si pyetje. Mua më prek pak kjo pjesa se pse unë kam zgjedhur stomatologjin dhe do e them arsyen. Që e vogël, faktikisht, vi nga një familje e thjesht, kam 2 motra, prindrit e mi akoma jetojnë në Fier, dhe vazhdimisht më thonin që ti do vazhdosh mjekësinë dhe të afërmit e mi më thonin këtë gjë, do bëhesh një doktoresh. Dhe ishte ngulitur kjo gjë në trurin tim që unë patjetër duhet vazhdoja mjekësinë. Nuk e kisha menduar ndonjëherë dentistrinë, duke qenë se nuk kam as të prindrit, as dikë që të ishte mjek stomatolog. Ama një person shumë i rëndësishëm për mua dhe që unë prekem dhe bëm kështu sot, që nuk është më këtu mes nesh, është djali i mitezës, ëngjëlli jon tashmë, që më orientoj pikërisht në këtë rrugë, duke qenë se ai ngriti një nga laboratorët më të mëdhenj në Fier në atë kohë dhe më tha motra jo, ti do vazhdosh stomatologjin. Dhe unë fal ti ndoqa këtë rrugë. Vazhdova pastaj, mbaroi 5 vjeçari jon i fakultetit, u punësova në klinikë dentare këtu në Tiranë, në poliklinik dhe me thënë të drejtën pata fatin që të jem në poliklinik ku mjekët ishin të shkollave të ndryshme. Dhe kjo më ndihmoi duke qenë se mora informacion nga formime le të themi të ndryshme. Dëgjoja ata me kujdes për pjesën e diagnozave, mënyrës se si flisnin, komunikonin me njëri tjetrin, leximet që ata bënin, dhe mundohesha që të përthithja çdo gjë. Pra përveç se asistoja me ta, përthithja nga ta shumë informacion. Duke qenë se dhe informacioni ynë, si nga shkolla dhe si individual, ka qenë disi i cunguar dikur, jo siç mund të jetë sot, realisht. Më vonë pastaj më është dashur të punoj ndoshta shumë pak në pjesën e terapisë dhe u futa në rrugën e ortopedisë. Kjo për arsye sepse në klinikën ku unë punoja më duhej ta bëja një gjë të tillë. Nisa fillimisht nga gjëra të vogla dhe pastaj fakti që kishte punë më bëri që të fitoja këtë shkatësinë, manualitetin. Kthesa do thoja që ka qenë kur unë jam bërë pjesë e klinikës ku jam sot, TDA, pasi është klinikë që më ofron pikërisht këtë gjë, që unë të zbatoj protokolle, të kem kohën e duhur dhe të realizoj ato punë që siç ju e keni parë, vazhdoj t'i postoj vazhdimisht. Shumë inspiruese mënyra se si ka startuar, në fakt më emocionoi dhe jam e bindur që sot e ke lartësuar më shumë se kurrë emrin e kushëririt që nuk jeton më. Dhe në fakt më preku dhe
Do doja që të ishte një mesazh frymëzimi për gjithë ata që po na ndjekin. Në fakt stomatologjia është një fushë e vështirë dhe kërkon impenjim të vazhdueshëm tonin. Ndajmë bashkë të njëjtin profesion dhe është një fushë që kërkon dhe updateim të vazhdueshëm. Po. Ndaj natyrshëm do doja të dija si ka evoluar qasja jote klinike ndaj pacientëve ndër vite, duke filluar që nga vitet e para të profesionit, si ka arritur t'i përballosh sfidat, kryesisht pritshmëritë e larta estetike të pacientëve. Shiko, qasja ime ndaj pacientëve ka qenë e tillë që në varësi të target grupit që unë kam pasur. Sot është më e vështirë, me thënë të drejtën. Qasja do mbetet gjithmonë individuale, unë kështu e quaj. Do më thënë, çdo pacient i yni e do atë vëmendjen individuale, e do diagnozën, planin e trajtimit të personalizuar. Nuk ka asnjë individ që të ngjasoj me një individ tjetër. Kështu që kjo ka qenë, vështirësi ka, pritshmëri ka, po ashtu, duke qenë se është estetika dhe çdo gjë për sa i përket estetikës është sot shumë e rëndësishme për njerëzit. Dhe kjo ka ndodhur që thjesht duhet të jemi të fokusuar tek individi që kemi përballë, t'i shpjegojmë edhe limitet, le të themi, jo të kemi atë pritshmërinë e gjërave që ne nuk mund t'i arrijmë. Dhe ndoshta biseda që në fillim me pacientët i bëjmë pak me më në këmbë në tokë. Që në këtë diagnozë që kemi, në këtë problematikë që kemi, a është e mundur që ne të arrijmë këtë kërkesë që ti ke, nëse ka pritshmëri të larta? Kjo ka qenë dhe kjo do jetë gjithmonë, besoj, qasja më e duhur, le të themi. Shumë e bukur. Në fakt do doja të dija nga cilat raste ke mësuar më shumë, nga ato të vështirat apo nga ato të suksesshme? Nga ato të vështirat, kuptohet. Shiko, ne kemi dhe diçka, dhe këtë unë e them dhe shpesh që duke dalë, unë kam mbaruar fakultetin në Universitetin e Tiranës, duke dalë nga një fakultet që ndoshta nuk i ka dhe protokollet, le të themi, aq të mirë fillta, ne terreni, eksperienca jonë na mëson aq shumë dhe na bën më të zot, themi. Domethënë këto vështirësitë ne na bëjnë më të zot. Kështu që nga diagnozat e vështira, nga rastet e vështira, nuk do thoja pastaj nga pacientët e vështirë, po se pacientët e vështirë thjesht të japin më shumë pengesa teknike, le të themi, se sa në mbarvajtjen tjetër. Kështu që nga rastet e vështira, po, mundohem shumë që të bëj dhe diskutime me mjek të fushave të tjera, sepse asnjëherë asnjë nuk besoj që mund t'i di të gjitha. Patjetër, edhe qasja multidisiplinare është ajo që në fakt sjell suksesin dhe ne jemi me fat që punojmë në klinika në ekip, ku secili bën disiplinën e tij dhe kjo sjell në të vërtetë ato mbarvajtjen dhe suksesin e çdo rasti klinik. Dhe kjo është gjëja më e mirë, mendoj. Unë personalisht, ju e dini, vi nga një formim në periodontologji dhe nuk mund ta fshe që kam një dashuri të veçantë për rindet e buta. Gjithmonë më ka tërhequr kjo fushë dhe më ka intriguar mënyra se si qasen mjekët ndaj indeve të buta. Natyrshëm lind pyetja, si kolegja koleges, pra si një kolege dashuruar për pasindeve të buta ndaj një kolege që i trajton me shumë kujdes dhe dashuri ato, si e vlerësoni ju rolin e indeve të buta në suksesin estetik dhe funksional të punimeve protetike? Çfarë ka në thelb klinika BioPT që ne kemi diskutuar dhe sot në trajnimin që kishim dhe si e përdor këtë teknik për të sjell suksesin jo vetëm estetik, por edhe respektimin e biologjisë së indeve. Atëherë, po, më pëlqen, kjo është dhe fusha ime. Ideja është që indet e buta janë gjëja e parë që çdo mjeku duhet t'i shkojë në mend. Një nga mjekët më me emër në fushën e indeve të buta, Atzukeli, që ka qenë mentori i pranishëm dhe në Shqipëri, e filloi një leksionin e tij aq bukur
duke thënë, do doja shumë që të shija se ç'po mendoni ju tani. Pra, paraqiti një rast, apo i tha fjalën implant, dhe do doja shumë që ju të kishit një re mbi kokë dhe të dija se çfarë po mendoni ti ju tani. Pra, gjëja e parë që ne duhet të na vinë në mendje, si për protetikën, si për implantologjinë, kirurgjinë, duhet të jenë indet e buta. Kështu që unë kam një qasje shumë të mirë ndaj indeve të buta, e kam shumë gjatë. E kam bënë. Biopitia është pikërisht ajo që ndjek biologjin, biologically oriented. Kështu që ndaj ka qenë dhe një nga zgjedhjet e mia. Me anë të saj ne mund të arrijmë që të rikonstruktojmë gingivat, arkitekturën e tyre, të japim formën që duam, dhe të na zgjidhi një sër diagnozash që ne hasemi për ditë në praktikën tonë klinike. Atëherë, me që jemi duke folur për teknikën BioPT, normalisht nënkuptojmë zbatimin e protokollave shumë strikte dhe kur flasim për protokolla, nënkuptojmë edhe kohën e shërimit biologjik të indeve. Pra jemi duke folur në kontekstin e një dentistrie të ngadalt ose slow dentistry. Do doja të dija si e shikoni ju këtë koncept, si qaseni ndaj slow dentistry dhe sa realisht është i zbatueshëm në Shqipëri. Si ndikon kryesisht në cilësinë e trajtimit dhe në marrëdhënien me pacientët. Atëherë unë për sa kohë që merrem pikërisht me biologjinë, me indet e buta, jam pro slow dentistry. Dhe mundohem që protokollet të mos i anashkaloj, të bëj çka është e mundur në mënyrë që pacienti të dali i kënaqur dhe me një shëndet në rast të parë plus estetikën, dhe diçka tjetër që e bëj këtë në përditshmërinë time është fakti që mundohem që edhe tek mjekët e rinj që kam rreth vetes të induktoj apo t'i motivoj pikërisht me këtë lloj mënyre trajtime. Po, që po mund të realizohet që ne të kemi gingiva të shëndetshme, po duhet kështu. Po, mund të realizohet që ne të trajtojmë, të marrim përsipër edhe dhëmë që mund të kenë infeksione, por duhet kjo rrugë. Po, duhet bëhet një FP1 apo një implantologji e mirëfillt, por duhet kjo rrugë. Dhe duke ja induktuar ne, ndoshta ne do jemi ata që, dhe jo vetëm unë, se ka pafund mjek ka që e dashurojnë këtë punë që bëjnë, ta induktojnë edhe te mjekët e rinj. Dhe do bëhemi gjithmonë më të mirë. Kjo është e sigurt. Le të shpejtë edhe për gjeneratën e re. Shumë faleminderit. Atëherë jemi në përfundim të ditës së parë të trajnimit në Albanian Aligners Academy, pikërisht BioPT-ja në 360 gradë. Në fakt, unë e kam shijuar shumë ditën e sotme dhe të njëjtën gjë si feedback mora edhe nga pjesëmarrësit, por ajo çka doja të dija është një feedback në lidhje nga ju. Personalisht në lidhje me trajnimin në Albanian Aligners Academy dhe çfarë do doja që pjesëmarrësit të merrnin nga trajnimi? Po, atëherë unë vetë fillimisht isha emocionuar le të themi, por duke u futur në atë botën time të BioPT-s 360 gradë, emocionet ikën, më pëlqeu që ndoshta mbi 95% në mos gaboj unë ishin shumë të përqendruar që të dëgjonin dhe të mësonin vërtet nga protetika. Pasi është diçka që ata e kanë lehtësisht, më falni, të prekshme në praktikën e tyre të përditshme. Dhe është domosdoshmëri, le të themi. Ajo që doja unë të merrnin dhe synimi me të cilin jam nisur për ta realizuar këtë gjë, është pikërisht fakti që ata të dinë konceptet bazë. Përse ne zgjedhim këtë si teknik, ku indikohet, çfarë mundet ne të realizojmë nëse zgjedhim këtë teknik. Dhe besoj që dita e parë ka shkuar shumë mirë, shpjegimi ana teorike dhe praktike u realizuan me sukses, kështu që shpresoj që dhe ata të kenë marrë maksimumin. Shumë faleminderit. Jam e sigurt që do jetë një trajnim shumë i vlefshëm, sidomos për gjeneratën e re. Sepse pash në fakt shumë brez të ri me një interes shumë të madh në fushën e protetikës dhe më vjen mirë për këtë. Dhe përsa po flasim për gjeneratën e re, do doja një mesazh,
një këshill që do t'i jepje profesionistëve të rinj që synojnë të specializohen në fushën e protetikës dhe si e shet të ardhmen e protetikës në Shqipëri? Në fushën e protetikës besoj që duhet të ketë më shumë informacion. Duhet të nisin le të themi shkallë rritjen e tyre profesionale. Pra nëse një student i ri del sot dhe mjek i ri del nga bankat e shkollës dhe nuk di anatominë e indeve të buta, nuk ka informacion rreth rëndësisë që ka detartrazhi apo sanimi i gojës, nëse nuk do të merret me terapi, është bazë. Nuk mund të kalojmë nga A-ja, nga ku starton dhe të duam që të shkojmë në nivele më të larta. Sepse pikërisht ato rindërtimet, ato terapit, ne na duhen që të sjellim në fund një sistem dentar të shëndetshëm. Kështu që fillimi me radhë dhe rëndësia që duhet t'i japin në atë kohë kur janë duke u marrë me atë procedurë. Është shumë e rëndësishme. Të lexojnë sa më shumë, literaturë sot ka, të pyesin mjek që mund t'i kenë në rrethin e tyre, që mund të jenë më profesionistë, që kanë eksperiencë, dhe këto gjëra janë vetëm në të mirën e tyre. Dhe duhet të jenë ata, unë kam qenë vetë shumë kërkuese. Nuk prisja që dikush të vinte dhe të më thoshte ai këtë gjë, sepse fundja çfarë interesi ka? Flasim për praktikën tonë të përditshme. Pra duhet jemi ne shumë kërkues. Pyetjet tona, leximet individuale, trajnimet që mund të ndjekim. Kjo është këshilla ime dhe ta kenë zgjedhur me dëshirë, le të themi, me pasion, që mos të mërziten dhe kjo vlen për çdo fushë. Jo vetëm për dentistrinë, që do kaq durim, është kaq me detaje, që po se pati pasion është e vështirë. Është e vërtet. Është e vërtet. Shumë faleminderit. Në fakt do doja që të dilnim pak jashtë klinike, edhe para se të na mbyllin mikrofonat, të kalonim në një seksion pyetjesh të shkurtra, por për informacione që nuk i lexon dot në CV. Gati? Gati. Okej. Atëherë, fillojmë me të parën. Cili është momenti më ngazmor që të ka ndodhur deri më sot në klinik, të cilin e rikujton shpesh dhe nuk e harron dot? Atëherë, unë punoj në një klinik që ka shumë staf, goca kryesisht, dhe momente gazmore ka pafund. Momente më shumë gazmore ka ndoshta midis pacientëve ose kur kemi kaluar një ditë të lodhshme, mblidhemi tek ajo dhoma jonë e ngrënies, dhe ndoshta edhe çdo lëvizje apo çdo fjalë e vogël na bën për të qeshur në atë moment lodhje që jemi. Dhe gjithmonë kam idenë që dentistët apo mjekët në përgjithësi, duke qenë dhe shumë serioz në atë dhomën e punës, kur dalin që aty duan vetëm të jenë tjetër njeri. Chill. Kështu që këto. Faleminderit. Le të kalojmë tek e dyta. Si është fundjava perfekte për Denisën, ajo që ta mbush në fakt plot shpirtin? Atëherë, un kam një vajzë të vogël, 7 vjeç e gjysmë, që ajo është përmbushja e shpirtit tim, së bashku me partnerin, kështu që fundjava ime është totalisht me ta. Pse e theksoj këtë? Sepse dhe gjatë ditëve të tjera të javës nuk kaloj dhe shumë kohë dhe ajo e ndjen mungesën time, kështu që jam me të, mjafton për qafimi dhe ndihem e plotësuar. A ka ndonjë sport apo aktivitet që të ndihmon të rimarrësh energjinë pas një dite të ngarkuar? Po, unë shpesh kërcej. Kërcej edhe vetëm, nëse jam. Është shumë mirë. Para disa pasqyrave, por kërcej shumë dhe me vajzët, që e di këtë tipin tim dhe i pëlqen shumë që të bëjmë njësh me të. Kështu që kjo një. E dyta më pëlqen shumë noti. Që e vogël kam notuar shumë, vazhdoj shkoj kur gjej kohën edhe nëse është dimër në pishina dimërore. Na bën shumë mirë në fakt. Kështu këto. Më ka pëlqyer shumë volejbolli, me thënë drejtën, kam kohë tani që s'kam lozur, por këto janë. Po ndonjë muzikë që e ke të preferuar dhe sa po e vë atë ta ndryshon me një herë humorin? Lambada. Ma ndryshon dhe më bën që të lëviz edhe në vend, le të jem. Edhe në klinik. Edhe në klinik. Atëherë, kush është vendi yt i qetësisë absolute, larg gjithçkaje?
Ku je vetvetja, më së shumti? Kam një vend atje në shtëpinë time, një balkon, me disi pamje që e marr një gotë verë në darkë dhe qetësohem realisht. Pastaj më pëlqen dhe natyra, me thënë drejtën. Dhe shkoj shpesh në natyrë. Këto pikniket e vogla, marr ca gjëra, është e njëjta gjë edhe për ne, në fakt, natyra na nxjerr jashtë kornizave. Vajza merr ca lodra, ndërkohë i pëlqen ç'a bëj unë, nëse unë shtrihem dhe ajo shtrihet dhe shohim pemët dhe qiellin. Dhe kjo është besoj. Me natyrën është besoj për çdo njeri kontakti me natyrën. Tokëzime, po. Shumë e vërtetë. Dhe të dielave unë mundohem që ta bëj këtë gjë. Atëherë, për ta mbyllur, nëse nuk do të shinim si dentiste, si do ta përshkruaje veten me 3 fjalë? Tashi e qeshur, buzëqeshja nuk mungon kur tek unë. Aktive, le të themi, me energji. Shumë. Dhe njeri që e do lirin më së shumti. Ndoshta nga shenja horoskopit kjo, unë jam një ujor. Doktoresh Denisa, shumë faleminderit që ndave me ne, jo vetëm eksperiencën klinike, po ndave deri në mendimet më të sinqerta dhe na fute pak edhe brenda botës tënde, pra brenda familjes. E vlerësoj shumë prezencën tënde, ishte kënaqësi e veçantë të kishim këtu me ne. Do doja ta mbyllja episodin duke qenë ky episod një frymëzim për gjithë ata të rinj që duan t'i futen fushës së protetikës. Deri në episodin e radhës qëndroni të kuriozuar dhe të apasionuar dhe le ta mbyllim këtë me një slogan të shkurtër, sepse tashmë u bë traditë mbyllja e podcasteve. Slogani për sot është: bukuria e një buzëqeshje qëndron në respektin ndaj biologjisë dhe në kujdesin pas çdo detaji. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit juve. Ishte shumë kënaqësi.